Po tani më është zhbllokuar konstitimi i kuvendit, besoj që nuk do të ketë ndonjë pengesë që shkohet më tutje me mandatimin. Nëse mandatari për formimin e qeverisë i siguron në kabinetin e tij 61 vota për të votuar në kuvend, atëherë presidentja ja jep mandatin dhe caktohet një seancë e kuvendit në të cilën votohet. Për këte, nëse nuk i ka numrat e duhur mandatarit, do duhej që këto ditë, madje në një mënyrë apo një tjetër edhe, ka paralajmëruar po ai vetë që në këtë fundjavë do të ketë kontakte, takime eventualisht me faktorë dhe themi aktorë të rëndësishëm për të bërë ndonjë marrëveshje ose kompromis. Nëse kjo nuk arrihet, i mbetet mandatarit që të provojë dhe të mbështetet në vullnetin dhe vetdijen politike të deputetëve të partive të tjera. Nuk ka shumë, i duhen gjithsej 3-4 deputet, që ta krijojnë një shumicë të thjeshtë, ta formojnë një qeveri ndonse pakicës, por e cila do të ishte me mandat plot dhe do të merrte përsipër punët e grumbulluara, të cilat kaq muj kanë thjesht ngecur në status quo dhe kanë shkaktuar gjithsesi probleme, si mos miratimi i marrëveshjeve dhe mos ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, po edhe plani i rritjes rreth 900 milion euro dhe kontrata e marrëveshjeve të tjera të cilat presin miratimin dhe konfirmimin përmes ratifikimit nga Kuvendi i Republikës dhe që pastaj të fuqizohen dhe të zbatohen në praktikë për të ndihmuar projekte të ndryshme në zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës. Askush asnjëherë nuk mund thuhet në politikë, veçanërisht politikën tonë të paparashikueshme ballkanike, që nuk mund të ketë ndonjë marrëveshje, qoftë edhe të heshturin tacite, qoftë apo edhe të transparente, të publikuar, aq më tepër kur i kemi zgjedhjet lokale dhe aq më tepër kur kemi balotazh në shumë komuna, mbi 16 komuna 17 të Republikës së Kosovës, ku partitë politike ka nevojë si për bukë dhe për ujë për njëra tjetrën. Dhe mund të ndodhë vlerësoj që të ketë reflektim ndonjë marrëveshje e tillë nëpër komuna të ndryshme që partitë politike kanë interes të jashtëzakonshëm për të fituar, që pastaj ajo të reflektohet në nivel qendror për të pasur ndonjë marrëveshje politike. Nëse nuk ka, unë thash, nuk është e pamundur që të mos ketë vullnet politik dhe vetdije politike, emancipim demokratik të deputetëve vetë, të cilët me kushtetute kanë të garantuar dhe të paprekshëm mandatin e tyre të deputetit, e kanë personal. Nuk mundet askush të ndikojë, as partia, as lidershipi i partisë, as kush tjetër në bindjen e çdo deputeti nga 120 syrësh të votojë apo jo për një çështje. Dhe unë me që jam i vetëdijshëm dhe i prirur të besoj se me që deputetët kanë investuar mjaft shumë edhe financiarisht për të bërë deputet, edhe kanë një mandat 4 vjeçar para tyre, dhe kanë interesa dhe natyrisht dobi e autoritete përfitimin nga mandati për ta mbajtur që nuk janë të prirur për zgjedhje dhe besoj që ndonjëri prej tyre, pa marrë parasysh a thot partia apo jo, do ta votoj sepse kemi të bëjmë me 3-4 vota. Pra do duhej të mbështetemi të gjithë ne edhe do duhet të inkurajojmë deputet, dhe unë po inkurajoj nga këtu që të votojnë edhe nëse nuk ka marrëveshje politike, me që do të provoj mandatari tanishëm, do të provoj patës pat marrëveshje të mbështetet në vetdijen dhe ndërgjegjen e deputetëve, atëherë ta votojnë. Madje do t'i ftoja edhe partitë politike të opozitës, tani ish opozit, që ta votojnë dhe ta vënë sprovë, me që po thonë që s'mund qeverisë, frigohet qeverisë e tjera, gjë që mund të ketë vërtet kjo zvarritje pati në shkas ose shkak, që t'ja japin votën, të formohet qeveria dhe mandej të kërkojnë përgjegjësi nëse kjo qeveri e pakicës mund të jetë fragjile dhe mund të mos i dalë zot kërkesave, obligimeve, përgjegjësive që ka, dhe atëherë ta kritikojnë dhe pse jo dhe ta rrëzojnë dhe të shkohet në zgjedhje, por t'ja japin mundësinë sepse kjo është interes publik, interes shtetëror, strategjik i Kosovës që të mos mbesim pa qeveri. Dhe me që edhe vetë opozita është e shkapërderur dhe nuk mund ta bëj atë,
në rangun e dytë eventualisht, e nëse e din mirë se s'janë marrë vesh, atëherë është mirë që ta votojnë pa marrëveshje. Kjo do të ishte edhe një kapërcim i vetvetes edhe siç kanë bërë mirë Partia Demokratike kur e votoi kryetarin e kuvendit dhe kjo partia tjetër Lidhja Demokratike që e votoi herën e dytë, pra pas vendimit të gjykatës kushtetuese, zotin Rashić për nënkryetar të komunitetit pakistë serb.